në marrëdhënie ndërkombëtare që kemi, e po kështu të brendshme, të gjendet i formulë imediate që të mos e lëm vendin në vakum, në pikpamje të vakumit që të mos ketë qeveri me legitimitet, që të mos ketë vendi qeveri që t'i adresoj problemet jashtëzakonisht të mëdha që lidhen me procesin e shëndetëmbarimit, e po kështu edhe me çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin e brendshëm, Sadik. Hodaj, apo duket situata që është, si thuhet në shah pad... Shahmat. Jo, shahmat është tjetër ka pad pozicion. Kështu që askush që është interesuar, edhe që kjo mund të shtyje i situatë të ngjashme sikur në kohën e bllokut, edhe të mërinë zgjedhje lokale eventualisht me kësi pozicioni. Mendoj që të interesuar janë që të gjithë, nuk është, domethënë, e pa logjikshme është mos me qenë interesu me marrë qeverinë ose me udhëheq qeverinë. Kështu po thotë edhe Ridi. To unë në thash. Jo, po, në rregull, po kuptoj, ashtu për shkak problematikave, sfidave që kanë, ndoshta nuk pozitohen, po që interes kanë se ata me vetë faktin që kanë kandiduar në zgjedhje, kanë kandiduar me marrë pushtet. Edhe na tash duhet me mësuar në parti politike jo me bë ka kandidu për me marrë vetë pushtetin, jo me marrë 42%, apo kupton? Po jo, s'ka lidhje te tash. Elektoratit a jep çeta, po ti është njerëzit i kanë votuar ata për pushtet. Edhe ata që kanë votuar me nisën me 3 deputetë, AK-n, LDK-n, këti kanë votuar për pushtet, me hinë në pushtet, me punu mirë, me bë ndryshimin. Por ata i kanë votuar. Kështu duhet të shohin partitë politike, domethënë, nuk duhet me po tash, kur qysh e bajnë koalicione ndryshme, po duhet qëllimi i tyre duhet të jetë të marrin pushtetin dhe të japin mundësi edhe njerëzve të vetë të tregojnë veten në politikë, gjeneratave të reja, edhe të tregojnë që janë të mirë dhe mund të procedojnë të tjerë. Tani janë të interesuar, po kanë sfida. Po mendoj që procesi tash veç vazhdon. I ki afatet kushtetuese që rrjedhin, i ki 30 ditë, pastaj duhet me u formu duhet pastaj më mandatu kryeministri, po pajtona unë edhe me Ridin e me tjerë praktikisht, thoya se është e pamundur nëse lëvizja vetë vendose nuk doin me bë, ose nëse s'mundet vetë me bë dhe doin me pengu procesin. Që janë domethënë nëse s'mundet vetë me bë dhe doin me pengu procesin, ka kësi kombinatorika dhe praktika ligjore, zbrastira ligjore që mundet të thoya se me stopu komplet procesin deri në zgjedhjet e ardhshme. Këto mund ta bëjmë me çështjen e kryetarit të kuvendit fillimisht. Po, mundet me bëjmë me çështjen e kryetarit të kuvendit, nuk e propozon kryetarin e kuvendit, apo e propozon nuk i votohet, aty s'ka afat. Edhe ajo shtyhet deri në pafundësi. Vazhdon deri në pafundësi që fakte kemi pas një praktikë në të tillë. Përmendi se cili 2017-14 ne kemi pas një praktikë të tillë. Domethënë në kjo problematika. Po mendoj që nuk është e vështirë për vetëvendosin me bë qeverinë me gjithë këta numra që i ka. Nuk ka shumë që ka pas herën e kaluar, po nuk janë pak... Po flet në terme logjike normale. Terme racionale ku subjekti politike do të mund të bëni koalicion me dikë. Po mendoj që na më shumë jemi ja bajt galën, mendoj që kanë me mas pushtetit, apo din. Si? Kanë me ngajt mas pushtetit deputet. Ku është deputet? Po Sadiku po thotë i ka të bllokuar. Atja nisë tash, okej. Kjo është ndëgjova zotin Sadiku, okej, ky e dha një konstatim. Po fillojmë atë satirën e këta roze, po më do ka i bloku i këtij si bloku i Stupcave. Se? Bloku i Stupcave. A kupton? A keni pa atë skeçin bloku i Stupcave? Ku kemi marrë në deputet? Bloku i Stupcave kur është për koalicion, a kupton? Jo se pas na pa, se çka thuhet aty? Bloku i Stupcave? Po ashtu ka një humor atë që e bojnë bllokin e masani